500 pasagjerë të tragjetit Marina që udhtonin nga Ancona në Durrës u blokuan për 20 orë pas një avarie të tragjetit. Pas një orë udhëtimi në orën 19 të së shtunës, pasagjerët u njoftuan nga ekuipazhi i tragjetit se për shkak të një defekti teknik du të ktheheshin në portin e Anconës, por nuk ka ndodhur kështu. Pasagjerët raportuan për Ora News se kanë kaluar natën në det, duke përjetuar frikë dhe pasiguri. Tragjeti është kthyer në port mëngjesin e së dielës. Pasagjerët kanë refuzuar të dalin nga tragjeti, sepse dyshonin se kompania udhëtimit nuk do të rimbursonte biletat. Molto probabilmente riuscirà ad avere la cabina su quella nave. Në një lidhje telefonike për Ora News, Skënder Shehu nga Peja, pasagjer në këtë tragjet, tregon për orët e gjata të bllokimit dhe të pritjes. Është prisur tragjeti dhe kemi mbetur në mes detit deri në mëngjes. Pa drita, pa komisioner, pa asgjë fare, vetëm do drita që ishin emergjente që ndezeshin dhe kështu në mëngjes na transferuan të mendimin e disa tragjeteve tjerë të porti i Anconës, na kanë dhënë një shishe ujë, na kanë dhënë një sandviç të vogël të harmë dhe asgjë tjetër. Kjo është e vërteta. Vështirësi ka shumë gra që çajin, ka shumë kalamaj që çajin. 500 pasagjerët u blokuan nga ora 19 së shtunës, ndërsa autoritetet portuale vendase kanë reaguar vetëm para ditën e së dielës në orën 10, kur kishin kaluar më shumë se 16 orë nga ngjarja e rëndë. Kapiteneria e portit dhe autoritetet shqiptare raportuan se po punohej për riparimin e avarisë së tragjetit në portin e Anconës dhe se pasagjerëve mes tyre shumë shqiptar u ishte dhënë asistenca e duhur si dhe u ishte garantuar rimbursimi nga kompania. Makthi dhe tmerri 500 pasagjerëve ka marrë fund rreth orës 15, pas thuajse 20 orësh, kur janë nisur me autobus nga Ancona në drejtim të Barit, ku pritet të marrë një tragjet tjetër për të mbërritur në Durrës.